do të thotë jemi në një gjendje të kausit total energjetike dhe kjo gjendje pritet të përkatësohet. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ajo për cilën do të flasun sot është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti. Bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpallë këtë tender dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Arsyeshmëria që këtë tender ta bëjnë me negociata thuhet është sepse është tepër voluminoz dhe operatori ekonomik nuk ka bërë studim të fizibilitetit. Pra ftohen kompanitë me konkuru dhe Keku nuk e din se çfarë do të bëjnë ato kompani. Flitet për modernizim dhe rehabilitim të njësisë A3. Ka pasur disa ndryshime të kritereve gjatë rrugës të këtij tenderi dhe nëse nuk gaboj ende është i hapur. Pritet me Kek pret me i pranu 6 oferta dhe mandej me i fillu negociatat me secilin prej tyne. Nuk ka penalti, nuk ka auditim dhe ka kritere diskriminuese. Është thjesht qarkullimi i kompanive kërkohet dhe gjithashtu kërkohet përvoja e ekspertave e kjo e fundit ka ndryshu disa herë me gjasa duke ju përshtat kompanive të ndryshme.